Ramazani nuk erdhi për të ndryshuar orarin. Erdhi për të tronditur zemrën. Sepse agjërimi nuk është vetëm uria e trupit, është heshtja e shpirtit para Zotit. Allahu thot në Kur'an: O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim, ashtu siç ishte për ata para jush, që të bëheni të devotshëm. Devotshmëria nuk shihet, ajo ndihet. Kur je vetëm dhe askush nuk të sheh, kur dorëzohesh pa zë, uria ta ul zërin e egos, ta zbret kryet që i kishe ngritur pa arsye. Të kujton se nuk je i fort nga vetja, je i fort vetëm kur mbahesh te Zoti. Profeti a.s. ka thënë: agjërimi është mburoj jo vetëm nga zjarri, por nga vetja jote, nga gjuha që lëndon, nga syri që shikon haram, nga zemra që mbani nat. Ka net të Ramazanit kur lutja nuk vjen me fjali, vjen me lot, vjen me një frym të thellë dhe një "O Allah" që mjafton. Nëse sonte ndihesh i zbrazët, mos u frikso. Allahu nuk mbush enë të plota, ai mbush zemra që janë zbrazur për të. Ramazani nuk kërkon përsosmëri, kërkon kthim. Dhe kur të mbaroj ky muaj, mos pyet sa ditë agjërova, pyet sa mëkate u lanë, sa zemra u zbutën, sa hapa u kthyen te Zoti. Sepse fitimtari i Ramazanit nuk është ai që duroi urinë, por ai që e la barën e shpirtit.